Në garazhin e shtëpisë së tij, R.Sh. u qellua për vdekje me armë zjarri. Ngjarja ndodhi të shtunën mbrëma në fshatin Fushtic të Drenasit. Sipas njoftimit të prokurorisë themelore të Prishtinës, menjëherë pas ngjarjes është arrestuar V.P, i cili dyshohet për veprat penale vrasje dhe manipulim me prova. Gjatë kontrollit, në vendngjarje janë gjetur dhe siguruar një gëzhoj dhe një fishek, ndërsa arma me cilën dyshohet se është kryer vepra penale, një pistolet e tipit Zoraki 917T, është gjetur dhe sekuestruar në shtëpinë e vëllait të viktimës. Me urdhër të prokurorit të shtetit është mbastisur edhe shtëpia e viktimës, pasi dyshohet se arma ishte në pronësi të tij. Prokuroria ka paralajmëruar se do të kërkojë mos paraburgimi ndaj të pandehurit. Inspektorati Policor i Kosovës ka njoftuar si ka rekomanduar Policisë së Kosovës suspendimin e 2 zyrtarëve policor të stacionit policor në Drenas. Ata dyshohen se kanë treguar neglizhencë gjatë realizimit të detyrës zyrtare dhe ndërmarrjes së veprimeve lidhur me rastin e vrasjes. Shënjestër.net